Edhe tema në vazhdim trajton sigurin. Familjarët e drejtorit të përgjithshëm të RTK-s Mentor Shala rrëfejnë për sulmin e mbrëmshëm, i cili ndodhi në kohën kur e tërë familja ishin në shtëpi. Ata thanë se pjesët e granatës u gjetën shumë afër shtëpisë. Përgjegjësinë për sulmin e morën të ashtu quajturit rrugovasit, të cilët kërcënojnë edhe me sulme të tjera. Në kohën kur ndodhi sulmi afër shtëpisë së drejtorit të përgjithshëm të RTK-s Mentor Shala në Matiqan, ai së bashku me familjen ndodheshin brenda. Këtë e konfirmoi vetë Mentor Shala. Duke rrëfyer për ngjarjen familjar të Shalës, thonë se shpërthimi ishte shumë i fuqishëm, edhe se menjëherë dolën dhe gjetën siguresën e mjetit shpërthyes. Bomba ku ka kësit, i na dal, edhe i na hin ka shupa në thonë, e këna po që ka tim diçka dhe i na dal të këta telet këtu. Ku dullum në pare qëtu, i na dal edhe kënina s'kina vrejt ku gjohish. Ta ka një shumë shpejt kanë shku. Keni gjithë siguresë? Ja, siguresën këna gjithë të kujnarë policia, se na nuk kina hin që pjesë qëtu. Kujnarë dhe këna gjithë qëtu siguresën. Policia e Kosovës nuk u prononcua për rastin, vetëm konfirmuan se po vazhdojnë hetimet. Ndërkaq përgjegjësinë për këtë sulm e morën rrugovasit përmes një letre dërguar mediave. Ata kishin marrë përgjegjësinë edhe për sulmin tjetër ndaj objektit të RTK-s ditë më parë. Të ashtu quajturit rrugovasit thonë se ky ishte vetëm paralajmërim dhe nëse Shala nuk jep dorëheqje, jeta e tij është në rrezik. Ai njeri e ka bërë RTK-n televizion që e mban anën vetëm qeverisë. Ai nuk po e lejon opozitën vetëm pse është kundër demarkacionit, sidomos vetëvendosjen që ja ka ndalu intervistën. I bëjmë thirrje qeverisë të mos e bëj demarkacionin, sepse do të ketë viktima. Thuhet në letrën e rrugovazëve dërguar medjeve. Sulmin e mbrëmshëm e dënoi menaxhmenti i radio-televizionit të Kosovës. Menaxhmenti i RTK-s vlerëson se veprime të tilla janë metoda terroriste ndaj mediumit publik. Ndërkaq, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës kërkon veprim më të shpejtë organeve të drejtësisë kur bëhet fjalë për sulme ndaj gazetarëve. Ky sulm do duhet që të hetohet menjëherë nga policia dhe hetuesia për shkak se është një sulm jashtëzakonisht i dëmshëm për lirinë e mediave në Kosovë. Nga ky sulm kanë mundur të psojnë familjarët e zotit Shala apo zotit Shala personalisht, në ndërkohë që ne si asociacion do të thotë jemi të shqetësuar me këto veprime që ditëve të fundit kanë nisur të shpeshtohen në drejtim të gazetarëve. Prokuroria dhe policia e Kosovës po them se janë jashtëzakonisht vonë me hetimin e këtyre rasteve dhe po i neglizhojnë jashtëzakonisht shumë rastet që kanë bëjnë me gazetarë. Kuventi i Kosovës e dënoi këtë sulm dhe ftoi organet e drejtësisë që përgjegjësit e tij të marrin dënimin e merituar. Edhe qeveria e quajti akt kriminal dhe sulm të drejtë për drejtë ndaj lirisë së mediave në Kosovë. Edhe presidenti tha që e quan akt të shëmtuar kriminal. Sulmin e dënuan edhe 3 partitë opozitare, Vetëvendosja, AAK dhe Nisma për Kosovën.